por në qoftë se do të kishim mundësi që ta filmonim nga ajri, do të shfaqeshim vërtet pamje shumë të bukura, ose në qoftë se do të kishim mundësi në këto momente të punonim me hartë. Në hartë vizatoj shumë mirë kepi. Gjoli Gjemis është gjoli ku futeshin anijet e vogla. Do këtë qenë një gji ose një lagun e vogël në këtë formë e brendshme. Ai ekziston dhe sot me emrin gjoli i Gjemis, por jo në format pasi deti e ka mbushur. Kemi gjolin e Pashajt, kemi Laçaj që në latinisht do thot kënet, kemi gjithë ligatinat bregdetare, gjithë kënetat bregdetare që mbushen në dimër dhe zbrazen gjatë verës. Kemi godullën e Semanit, kemi grykderdhin e braktisur të Semanit e cila është vendosur më në veri. Pra kemi një konfiguracion shumë të çuditshëm të kësaj zone, por skela e Semanit ka qenë tjetër gjë. Skela ka qenë një bankinë druri e cila futej në det dhe anijet vogla vinin dhe shkarkonin malli që shërbenin për trafikun tregtar me Italinë, Greqinë dhe, siç e përmenda, dhe Turqinë. I famshëm ka qenë Kali, një myzeqes që përdorej, kryesisht është përdorur për tërheqje. Shpendët, bagtit, vajullirit që vine nga Mallakastra, biles dhe zhukat, përveç se prodhimeve tjera bujqësore dhe blektorale që janë eksportuar drejt këtyre tregjeve. Tregu krijuar nga Vrionasit, dhe aty kishte edhe një zyrë të rregull doganore dhe një zyrë policore. Por tregu krijuar diku në 1880-ën, ndërsa më parë ne kemi pasur një pikë tjetër tregtare, siç ka qenë Pirgu është lokalizuar në Dërmënasin e sotëm. Unë kam shkelur atë vend me këmbë deri përpara 30 vite më parë. Në Eritan Ceka jep gjurmët e një kulle peskëndshë që kishte mbetur nga qyteza e dikurshme, e cila përdorej nga raguzianët dhe venecianët për të bërë tregti me zonën e myzeqes, ku meli, dritrat e tjera, gruri e të tjerë prodhimet bujqësore, lëkura, peshqit eksportoheshin drejt perëndimit, ku Raguza kishte edhe përfaqësuesin, sindikun e vet, por gjurmët e saj nuk gjenden sot, dhe ajo është e futur rreth 6-7 kilometra brenda tokës. Kjo do të thotë që aty ka kaluar dikur lumi Seman, i cili është vendosur më në veri. Dhe pikërisht nëpërmjet skelës lumore të Semanit ka ekzistuar ajo, po themi, ajo pikë e rëndësishme e trafikut tregtar.